dita. Sot po ju bëj një supë me qofte. Është supë e mirë, supë që hajt në çdo stin të vitit. Është e mirë, është e shishme, dhe shumë e shishme, do t'ja tregoj se si e bëj një supë me qofte. Këtu kam marrë 200 gram mish të grirë viçi, 100 gram oriz, një qepër dhe pak një tuf kopër e vogël me kopër e grirë lehtë dhe holl. Qepa dhe koprën e kam bërë që të grihen sa më holl, e kam bërë në blender. Dhe kështu krip piper të zi dhe 120 gram oriz gjithësejt. 100 gram do t'ja hedh mishit brenda dhe 20 gram do t'i hedh në tenxhere, do t'i shikoni se si do të bëj supën. Tash filloj me orizin. Hedh orizin këtu, orizin e kam të larë, ja hedh mishit brenda mishit të grirë. I hedh dhe qepën me koprën bashk. I hedh krip, pak krip se do t'i hedhim dhe sopës brenda, nuk i hedhim shumë. Piper të zi. Piperin e don, piper shkon gjithandeja. Edhe pak vaj ulliri. Në fund pasaj do na duhet një kokër vezë edhe limon, pak limon. Këtu kam dhe 20 gram oriz tjetër që do t'ja hedh supës. Fillojmë bëjmë qoftet. Si fillim, fillojmë bëjmë qoftet e vogla. I shtoj dhe pak vaj. Shikoj qik lëngu në gojë. Për kripën e kanë mas, shumë mirë kripa. Me që sot hedhim dhe supës. Lagmi qik duart me vaj. Dhe fillojmë të bëjmë qoftet. Qoftet bëhen të vogla. Se në zjerje, zihen orizi dhe frihet qoftja, bëhet e madhe, kaq të vogla. Sa i kokorrar. Sa të bëj qoftet, vë ujin për zjerje. Kam në tenxhere në sopë dhe vë ujin që të ketë marrë val. Sa të marroj qoftet, hidhen direkt në ujë të nxehtë. Është praft me qoftet. Qoftet po i mbaroj. Ujti ka marrë val. Hedh orizin. Njëzet gram oriz. Hedhim qoftet, është një nga një. Edhe i lejmë të zihen bashkë me orizin. I shoj prap dhe pak krip.
I përzi vetëm pak shumë e lugë. Dhe do i lejmë të zjejnë. Ndërkohë sa me valë mishi, nxjerr këtë si shkum, mi vete, ja heqim, dhe rrim gjithmonë sa të marrë valë mishi. Që nxirr ato copat e zeza, duhet ja heqim ja kështu në anët. Nuk e përzim avash avash. Shof pak kripën. Do dhe pak. Ja velugën pak kështu. Edhe mbuloj gjysmë ka pakun të hapur, që mos të dertet, dhe e çoj tek pesa. E kisha tek 6, e çoj tek pesa sopën që të zi avash avash. Vetëm do të shikoj herë mbas here sa të pastroj këtë që nxjerr mishin mbi vete, t'ja pastroj me lugë. Kaq ka dhe sa të zije pastaj, do e shohim si çfarë do të jetë në vonë. Orizi ka zier, supa është e gatshme, e mbyll sobën. Herë mbas here i kam hequr ato të zeza, siç u thash, i dalin sipër, e kam pastruar. Ato nuk janë në Egjipt, po mos të dalin ashtu copa të zeza në supë. Nuk është se të mishit janë. E largoj supën tashti dhe do t'i pres vezën me limon. Tu kam një vezë, e rrah vezën. Duhet të rrah një çik mirë që mos i prishet ajo bardhë vezës, mos na piqet tek na dasi copa të zjera në supë. I shtoj limonin, këtu kam një gjysmë limoni. Po të doni e bëni me limon, po të doni ja hedhni mbi vete limoni, mund të mos i hedhni fare, nuk ka ndonjë gjë, nuk. Atë është mas dëshirës njeriu që mund të hajë. Si do njeriu e shijon. E kam lënë pak hapur atë që t'i dali avulli supën, tenxhere. T'i dalin çik avulli, që mos na pritet veza. Na bënet veza si vezë zirë. Ne afroj supën kështu. Ja hedh pak e pak lëngun te veza. Me atë çik lëng tjetër prap. Me lugën tashti, e vë prap sobën, që të marrë një valë me vezën. Dhe ja hedh vezën pak e pak. Duke ja hedhur duke e përzierë.
I shtoj dhe një 70 gram gjallë, di copa të vogla gjallë. Supën tash vetëm e tonë kështu, nuk e përzijej. Sa ti shkri gjallëpi. E shikoj dhe pak për krip. Kripën e ka shumë mirë. I shtoj piperin e zi i vete dhe limonin e ka shumë mirë. I shtoj prap qik piper, kush të doj edhe në pjatë. Supa është e gatshme për ta shërbyer në pjatë. Kjo është supa me qofte. Faleminderit për shikimin. Ju uroj shëndet e ditë të mbarë.